të ishin sërish në skelën politike, kur ti nuk të bëjmë me kryeministër. Kështu tha jetone. Po, sigurisht që po, me kthimin nëse ata vetëm vendosin më fund politikë, sepse unë mendoj që fillimisht do ta bëjnë një pauzë, sepse 5 vite proces ka qenë i lodhshëm për ta, është proces i rënd, ka njëherë fjalë thojnë vrasin ma shumë se plumbat, kështu që ata që kanë dëgjuar ato sallat gjyqit është të mërshme, edhe ju duhet pak një rehabilitim edhe psiqik, edhe një afërsi prap me shtetarët e Kosovës, kështu që nuk mendoj që me njëherë as do t'i Thaçi, as do t'i Veseli, pas një prej tyre do t'i kthehen. Kurti nuk mund të zotë të masë të zotit të Kurti, ti më po këtë lëvizje politika, politika është Arlind Fani është edhe që mund me të egalu çdo kufi. Po këtë të zotit Kurti, ata pse po kthehen i kundët karrika zotit Kurti. Këtë po qëllim zotit Kurti dhe këtë një farë forme mundohet hormatët çfarë do forme që ata mos e kthehen. Dhe ka hot qartë shumë njerëz dhe besoj kjo është e qartë. Po si të qoftë, unë shpresoj se do të kthehen ata dhe kanë më kthy, po çon me verdiktin që të jap edhe gjykata speciale. Rikthimi zotit Thaçi në Partinë Demokratike nuk e di sa do të ishte interes fillimisht i zotit Thaçi të e po një PDK pothuajse të rënuar. Se pothuajse të rënuar? Po është shumë problematike, ka shumë probleme të mrenshme, nuk ka një leadership, nuk ka pas për 5 vite, edhe përderisa nuk ka pas për 5 vite një leadership që udhëheq një subjekt politik ashtu siç duhet, krijuan shumë probleme të mrenshme, sot që nga njëherë është shumë e vështirë edhe me i rehabilitu gjitha ato probleme. Kështu që do t'i duhen edhe një kohë këgja e mirë